Dronët e prodhuar në Kinë janë bërë produkte shumë të kërkuara për blerësit ndërkombëtar për shkak të skenareve të tyre të larmishëm të aplikimit në Kongresin e 9 botëror të dronëve që u mbyll në Shenzhen, provinca Guangdong e Kinës Jugore. Eventi traditor tërhoqi 825 ekspozues nga gjithë bota me mbi 5000 produkte dronësh të ekspozuara, duke përfshirë helikopter pa pilot, dron pa pilot, multirotor dhe avion elektrik vertikal për ngritje dhe ulje, e-ftol, si dhe mbi 130.000 vizitorë profesionist, të cilët nënshkruan marrëveshje me vlerë rreth 2.78 miliard dollar. Blerësit ndërkombëtar nga Azia Juglindore, Lindja e Mesme, Europa dhe Amerika Latine vizituan sallat e ekspozitës, duke zgjedhur produktet e tyre të preferuara nga dronët deri te pjesët që lidhen me ta, por shumë prej tyre erdhën në konferencë me kërkesa veçanërisht të qarta. Mesatarisht kemi të paktën 700 deri në 800 klientë në ditë nga Korea e Jugut dhe Azia Juglindore, duke përfshirë Tajlandën, Malajzinë dhe Singaporin. Të gjithë janë të interesuar për avionët tanë, produktet e kontrollit të fluturimit, aksesorët dhe fibrat optike, tha Liu Xiaopeng, një ekspozues. Shenzhen është shtëpia e më shumë se 2000 firmave të lidhura me dron, me një vlerë vjetore e prodhimi prej mbi 13.8 miliard dollar amerikan, sipas statistikave. Giganti i teknologjisë me selinë në Shenzhen po futet gjithashtu në teknologji të dronëve. Tencent tani është i njohur botërisht për cilësinë e tij dhe vetë Shenzhen konsiderohet një qendër inovacioni dhe bashkëpunimi. Mendoj se Kina është shumë e hapur për bashkëpunim. Do të sjellë shumë vlerë bashkimi i teknologjisë ose njohurive dhe përvojës me partnerë ndërkombëtar, tha Clario Diniz Ferreira Wright, presidenti i shoqatës portugeze të dronëve. Dronët e konsumit të Kinës përbëjnë 74% të tregut global dhe ata industrial përbëjnë 55% të tregut global me më shumë se 200 skenar aplikimi, sipas shoqatës së industrisë së UAV në Shenzhen. Ndërsa komunikimi 5G dhe inteligjenca artificiale evoluojnë, dronët industrial të Kinës kanë zgjeruar skenaret e aplikimit të tyre në turizmin kulturor, reagimin ndaj emergjencave, transportin, menaxhimin urban dhe fusha të tjera, duke shtyrë shumë kompani të lansojnë produkte dhe zgjidhje të reja për të përmbushur kërkesat e reja të tregut.